Edhe këtë fundjavë është zhvilluar protesta e re e radhës e paralajmëruar për rrugën e fshatit Grams, duke bllokuar për rreth 1 orë segmentin që lidh aksin e autostradës Thoman-Kashar. Protestuesit shprehen shqetësimet se rruga është në gjendje të jetë amortizuar dhe që është kthyer një problem serioz për drejtuesit e mjeteve si dhe banorët për qark. Ata shprehen se dëmtimet e shumta në asfalt dhe mungesa ndërhyrjeve e kanë bërë qarkullimin e vështirë dhe të rrezikshëm. Protesta banorëve të Gramzës futet në një fazë të re, është protesta 4, nuk ka reagim nga institucionet, kjo është e turpshme. Ndërkohë banorët e Gramzës kanë vendosur sot me nënshkruajt një peticion drejtuar Bashkisë Krujës, ARSH-s apo çdo institucioni tjetër që ka vendimarrje këtu në Shqipëri për punën e rrugëve. Të kërkosh rrugë në vitin 2026 është fatkeqësi kombëtare. Kjo ndodh në Fushkruj, ndodh në Luz, ndodh në Thuman, ndodh në Gram, Suk, Vendas, Bregu Lumi, Derven, gjithë fshatrat e tjera që situata rrugës është në këtë lloj forme. Institucionet s'duhet me ditë se jetojmë as jetojmë ne këtu. Edhe kjo bo bashkë tash. Në mënyrën e tjetër, unë gjykoj që është sensibilizuar gjithë opinioni, jo. Por autoriteti rrugor që ka përgjegjësinë drejt për drejt, domethënë me nën kontaktuesin se kush mund të jetë nuk e di jashtë. Se nuk mund të jetë asalillaria, kush mund të jetë aty, ata se vjen ujë në zerë. Tash ne presim nga dita në ditë për të përmirësuar puna, jo po për të vënë dorën të segment. Për rrugë 500 metra, ne prishë makina, prishë ndër çdo gjë, ne do të dalim prapë. Nuk ka asnjë lloj reagimi, as nga bashkia, as nga institucionet tjera. Ne kena vendosur ta ndjekim protestën, po tani do ta ndjekim rrugë ligjore, se po e shohim se nuk ashtu marr as edhe një lloj vendimi dhe as një lloj reagimi nga as bashkia, nga asnjë lloj institucioni. Derisa nuk na nigjon njeri, ne do të vazhdojmë punën tonë, do ta bëjmë punën tonë. Por unë gjykoj që bollmo, domethënë pritja është domethënë ka i cak, ka i kufinj edhe pritja. Sa do të presim, nuk e di. Në shenjë pakënaqësie ndaj institucioneve përgjegjëse shtetërore, banorët kanë paralajmëruar se do të vijojnë protestat deri në konstruksionin e plotë të segmentit rrugor.